I është dhënë ditën e sotme lamtumirën e fundit këngëtarit të njohur shqiptar Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë si pasojë e një arresti kardiak. Për të folur për këtë ngjarje tragjike, si dhe për, po themi, shpatin vetvete, për këngëtarin, për njeriu, kam të ftuar në një lidhje direkte një tjetër këngëtar, Arjan Korkaj, i cili jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Arjan, faleminderit shumë për intervistën. Të përshëndesh ty dhe gjithë miqve tu që na dëgjojnë. Arjan, ditën e sotme i është dhënë lamtumira Shpat Kasapit. Turn right onto North Avenue. I mjeri shpat që iku për vetë ti. I mjeri shpat që iku për vetë ti, sepse tashti do bëhet hero, kuptohet edhe është për të vlerësuar, se ishte djalë i ri, në moshën e vet, i pamshëm, këngëtar i mirë, të gjitha këto, kupton, por zakonisht sa je gjallë nuk t'i japin meritat. Kur shkon në atë botë tjetër që t'i japin gjitha, më vjen vërtet shumë keq, siç e kam thënë edhe në vende tjera, më vjen shumë keq vetëm për t'jemën në radhë të parë. Pastaj edhe për çunin e tij, kuptohet. Edhe për shoqen, por në radhë të parë është e jeme e tij. Nuk do ketë më buzëqeshje në buzë të saj, besoj si nën. E kam heq vetë në familje dhe e di shumë mirë që është një pjesëtar i familjes të hiki dhe që është punë e nënës, nëse jemi të sinqertë. Arjan, çfarë do mbani mend nga Shpat Kasapi, pra këngët, talentin, po themi atë që qeshte gjithmonë, pra nuk e shih asnjëherë të mërzitur në ekran, ndryshe nga ose të mllajfosur, pra nuk është se bënte reagime, po themi, kundër kolegëve, dhe gjithmonë, jo se është rast që, po themi, Shpat Kasapi s'është më, po përgjithsisht ai ka qenë një këngëtar që vetëm qeshte në ekrane. Tash nga që nuk reagonte ndaj kolegëve, unë këtë nuk e vlerësoj aq shumë nga kushdo. Jo ndaj kolegëve, nga çdo gjë që shikon dhe nuk pëlqen, sepse thua ha ti je mirë me të gjithë. Mirë me të gjithë nuk mund të jesh. Kujt i pëlqej, kujt si pëlqej, boll ti thua të vërtetën, s'ke nevojë pastaj se armiqt krijon automatikisht, ose pse thot ky, ose kush është ky, ose u bë ky. Kur jemi mbas internetit, gjithë bën bla bla, bën Shakespeare gjithë, por i mirë ai që iku për vetë e tij, tash nëse la këngë, patjetër që la këngë shumë të bukura. Patjetër që la një djalë që i duhej tregut. Maj sa unë kuptoj. I duhej tregut në shkuptim, sepse jo gjithmonë duhet jemi ai ata gojë ëmblit që t'jemi mirë me të gjithë. Do të thuash gjërat që bezdisin, qoftë politikës, u rritëm duke na drejtuar. Ishim diku në komunizëm, keq ashtu, keq kështu. Nga do që të kthesh duhet t'japësh mendimin tënd, mendoj unë si Arjan. Qoftë edhe të bezdisi dikë. Se pse do bezdisë? Do bezdisë se ato që themi janë të vërteta. Në rast se janë të vërteta. Në rast se nuk janë të vërteta, çohi pastaj si pra si gjë. Por që për punën e Shpatit patjetër që la këngët e tija, që do kujtohet. Buzëqeshja më thua ti. Buzëqeshja shkon e vjen. Njëra nënë, asaj nënë çfarë mund t'i thuash? Asaj nënë që përcolli djalin e vet sot, çfarë mund t'i thuash? Kaq, nuk kam çfarë. Janë shumë të tepërta pastaj fjalët. Ti që ishte një djalë shumë i mirë, i thjeshtë, dhe kaq, të tjerat janë shumë të tepërta. Mendoj unë, Arjan. Ka pasur reagime në fakt, Arjan, lidhur me mos shpalljen e, po themi, nga shteti i Maqedonisë të ditës së zisë, ditën e sotme, pra kur u përcoll, po themi, Shpat Kasapi në banesën e fundit. Pse ky vendim i shtetit maqedonas dhe sa të vlerësuar janë artistët shqiptar në Maqedoni? Në Maqedoni nuk e di se edhe nuk kam qenë të jemi sinqert, por nuk e di pse mos të vlerësohet Shpatja, po çdo Shpat që është për të qenë. Nuk e di se kam për një gjë që nuk kam qenë, nuk mund ta them. Unë kam qenë deri në Prizren, tek që kemi pas bërë Zambaku i Prizrenit. Kaq di unë për Kosovën, nuk di më tepër. Nuk e kam një ide nga Maqedonia e Kosovës, përse duhet
mos vlerësuar djali, përse djalë shumë i mirë, që djalë s'krijonte probleme, djalë që nuk nuk di çfarë them, nuk e kam iden andaj krau. Se bie të një kot, nuk e kam iden. Nuk kam qenë andaj. Arjan, sa vlerësojnë artistët sot për sot në Shqipëri? Ajo dihet botërisht tash çfarë do them unë si Arjan. E kam thënë miliona herë, jam bërë dhe urryer me kolegët, do thoshte aq më bën. Mirë se edhe kolegët duhet jemi dhe miq me njëri tjetrin, pavarësisht se ulen në një tavolinë mendojnë se u është njëri më lart se tjetri, kur gjithë jemi njësoj. Gjithë në një tenxhere kur i thon ham, por që vlera e këngëtarëve se s'do them artistës është një fjalë që nuk e arrim dot. Unë për vete jo, siç bëjnë të tjerët. Kanë dalë ata që janë me playback e thonë jemi artista, se nga gjejnë fjalën artist, se nga doli kjo fjalë që e përdorin të gjithë jemi artist, turp të vi për vete, po se kanë për gjë, sa kanë parë. Janë të gjithë të vlerësuar në zero. Pastaj do të them një gjë të vërtet që nuk e thon, por vetë ulën veten e tyre, nuk ja uli njëri me zor. Po të kishin të ditur të mbajnë veten e tyre, do ishin zotërin sot të gjithë, që mos ulen të mbledhin ato leksi si tamam e rryma e tallavas. Shkojmë gjithë edhe shkruajnë gjithë nga mbrapa të gjithë atyre që organizojnë e bëjnë, o vlla, të vi unë, po vi andej, po të bëjmë një koncert te, po si sa të mbledhin, po sa të hedhin, po atëherë ti hoqe brekët, më fal për shprehjen, po kështu troç fare. S'ke nevojë më çatë të vlerësoj ai. Ai atë do që organizon, se do të fitoj për vete, do të fitoj për ty. Se bën për ty, bën për vete. E pastaj dalin japin dhe opinione, ata që ishin barim, u bën çau bën organizatora, nuk e di kush është bërë, po japin dhe opinion, din thonë që kush është këngëtar i mirë ose këngëtar e mirë, domethënë deri aty arritën. Arriti fundi. E bëm ne. Unë personalisht jo, se nuk isha në atë brum, prandaj ndeta dhe veç, largova. Hypa kamionit. Po, hypa kamionit. Se shoh më falë tash se po kaloj nga tema e shpatit të shkret, mirë nën, nuk di çfarë them për nën e bish, është vërtet që se duhet jemi burra mirë nën, duhet themi burrërisht të vërtetën. Mirë nën tash nuk kam çfarë them tjetër. Po megjithatë, shoh dhe njerëz që komentojnë nga më të ndryshmet. Ore, a kanë pak cip këta njerëz, jo për mua, ose për shpatin, ose për kodose. A kanë pak cip kaq ide këta njerëz që, ore, mund të lexojnë një libër, ndoshta hapin pak horizontin e trurit të tyre, ndoshta hapin pak atërbër. A kanë këta njerëz pak cip të hikin nga arroganca e internetit, se është bërë TikToku i ka hyrë në palë të kurizit për të nxjerrë në lek, zinë çfarë po bëjnë, po shajnë fëmijët e tyre, po shajnë nënat e tyre, po shajnë deri aty arritën është turp i botës. Ore, mblidheni trurin nëse keni, kuptohet, se po të kishin s'din çfarë lëshojnë nga goja, nuk din çfarë flasin, vetëm ofendime. Vetëm ofendime, nuk e di pse. Pse kush do gjykoj? Se po të hysh në të vërtet, e çikosh profilin e atyre që shajnë, përveç se mund të jenë falso, ose në jetën e tyre kush janë ca zero, po zero e madhe, që mund të jenë ata bajgat që themi që vetëm vjen erë të keqe. Të më falni për fjalorin. Këta jemi ne, fatkeqësisht këta jemi. Po megjithatë, mjera e nën për shpatin. Mjera e nën, të tjerat janë shumë të tepër sa shkojmë temë edhe harrojmë përse bëhet intervista. Arjan, çfarë keni vënë re në këto reagime pas vdekjes së Shpat Kasapit? Ata që deri dje doni ta fundosnin, ta shanin, ndodh një episod që ndodhi, e dini. Keq kuptime gjëra apo nuk e di çfarë. Ata që e shajnë, ata po bëjnë sot sikur kanë marrë flamur Shpati. Shpati ishte një djalë shumë i thjeshtë, shumë i mirë. Mjera nën që humbi. Të tjerat janë nuk e di, nuk di çfarë them, se janë shumë të tepërta të tjerat. Ne si miq, si çfarë mund të ishim, nuk e di, se shok pse kisha, por miq, okay, të njohur, gjuna për vetë ti. Gjithë kur t'ikim, e kam thënë dhe herë tjera, gjithë kur t'ikim, ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë do bëjmë heroj. Ditën e katërt do fillojnë ato pastaj, po hase ka bërë dhe këtë, po si që kemi zakonisht. Këta jemi me. Ne këta jemi. Fatkeqësisht. Në moment që hiken, mund të ndodhen shumë gjëra, mund të vinë shumë njerëz. Pse thot populli, se fjalët e popullit duhet dëgjojnë, por ne kemi mendje vetëm si të ofendojmë, si të bëjmë. Për martesë sonin dikur, bëhet ftesë, çohet ftesë. Kushdo që të vinë gëzimin tënd. Për mort,
vjen kushdoj. Sa ishim gjallë e vlerësuan këta 3.000 njerëz që shkojnë në koncert, kaq e thjesht është. Kaq e thjesht është llogaria, kaq e thjesht është balanc. Dëgjoj, ai hiku tash mund të thonë çfarë të duan mund të thonë, hiku djali gjuna për vetë e tij. Keep left onto. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Dritë e paqet, faleminderit vëlla. Shoh. Ushtrim e familjes tim, nënës tim e djalit tim.